Shqipëria, ky vend I vogël në zemër të Ballkanit, është një thesar I vërtet I natyrës, kulturës dhe historisë. Në një veri bregdetare mahnitëse, male madhështore dhe qytete plot jetë. Shqipëria ofron një shumëllëshmëri të madhe përvojash turistike për çdo shije. Le të zbulojmë së bashku disa nga destinacionet më të bukura të vendit tonë, që çdo vit tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë nga e gjitha bota. Durrësi është një nga qytetet më të vjetra dhe njëkohësisht një ndër portet më të rëndësishme në vend. Përveç detit të pastër dhe plazhe që shtrihet për më shumë se 10 kilometra në jug të qytetit, Durrësi ofron edhe një pasuri të madhe kulturore. Çdo verë ky qytet pret qindra mijëra vizitorë që vijnë për të pushuar në bregdetin e Adriatikut dhe për të vizituar amfiteatrin antik dhe monumentet historike që kanë mbijetuar për shekujsh. Vlora, një nga qytetet më të rëndësishme në jug-perëndim të Shqipërisë, është një kombinim perfekt midis detit dhe historisë. Me më shumë se 150.000 banor, Vlora ofron plazhe të gjata me ujëra të kristalta, si dhe një jetë të gjatë turistike me hotele moderne dhe restorante që ofrojnë gatime të shijshme tradicionale shqiptare. Saranda është një perlë në jug të Shqipërisë. E pozicionuar në një gjit të bukur përballë ishullit të Rofuzit, Saranda ofron pamje mahnitëse dhe një klim të ngrohtë për një pjesë të madhe të vitit. Është destinacioni I preferuar për shumë pushues, për shkak të florës së larmishme dhe ujërave të pastra. Divjaka është një vend I qetë dhe I mbushur me gjelbërim, I njohur për plazhin e saj rreth 12 kilometra të gjatë. Kjo zonë është ndër më të pastrat në vend, dhe parku kombëtar që ndodhet aty e bën një atraksion të veçantë për adhuruesit e natyrës. Plazhi I Divjakës vizitohet jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistë të huaj që duan të eksplorojnë bukurinë natyrore të paprekura. Shëngjini ndodhet në veri perëndim të Shqipërisë dhe është I rrethuar nga një peizazh I veçantë natyror. Laguna e Kunevainit dhe delta e lumit Drim japin vendit një vlerë ekologjike të rrallë. Shëngjini është I njohur për plazhet me rërë të ime dhe për zhvillimin e shpejtë urban gjatë viteve të fundit, duke kthyer atë në një prej pikave kryesore turistike të veriut. Voskopoja është një fshat I bukur malor afër Korçës, që ndodhet në një lartësi mbi 1100 metra mbi nivelin e detit. Ky vend njihet për ajrin e pastër, natyrën e qetë dhe historinë e pasur. Gjatë dimrit, Voskopoja është shumë e frekuentuar nga ata që dëshirojnë të praktikojnë sportet e dëborës dhe të shijojnë një atmosferë tradicionale mikepritëse. Razma, në veri të Shkodrës, është një tjetër perlë malore e vendit. Rrethuar nga male, pyje dhe ajër I pastër, është vendi I dur për ata që duan të largohen nga zhurma dhe të lidhen me natyrën. Nga këtu mund të vizitohen edhe zonat si Vermoshi, Bolga apo Bukli, të cilat ofrojnë pamje të rralla natyrore. Parku kombëtar I Valbonës ndodhet në Alpët shqiptare dhe është një nga parqet më të bukura të vendit. Me një sipërfaqe prej mijëra hektarësh, ky park është I pasur me larmishmëri florale dhe faunistike. Valbona është e preferuar nga alpinistët, ecësit në natyrë dhe fotografët e peizazhit. Parku kombëtar I Thethit ofron një përvojë të jashtëzakonshme për çdo që dëshiron të përjetojë bukurinë e thellë të maleve shqiptare. Thethi është I famshëm për ujvarën e Grunasit, kishën tradicionale dhe mikpritjen e ngrohtë të banorëve të zonës. Parku I Dajtit që ndodhet pranë Tiranës është një nga vendet më të lehta për t'u arritur për ata që jetojnë në kryeqytet. Me një biodiversitet të jashtëzakonshëm, ky park është I mbushur me pyje, kafshë të egra dhe pamje të mrekullueshme nga maja e malit. Parku I Llogarasa është një ndër më të bukurit në Shqipëri. I vendosur në jug të vendit, ofron një ndërthurje fantastike të detit dhe malit. Aty gjenden kampe, restorante tradicionale dhe mundësi për ecje, kamping dhe çlodhje totale në natyrë.
Butrinti është një ndër destinacionet më të njohura arkeologjike të vendit, i mbrojtur nga UNESCO. I vendosur pranë Sarandës, Butrinti ruan gjurmën nga periudha ilire, romake, greke dhe bizantine. Ai është një udhëtim në kohë për çdo vizitor që dëshiron të njohë historinë e lashta të Shqipërisë. Kruja, qyteti i Skënderbeut, është simboli i rezistencës shqiptare ndaj perandorisë osmane. Kalaja e Krujës është një vend historik që të fton të zbulosh më shumë për trashëgiminë kulturore dhe të shijosh pamjen spektakolare nga mali. Shkodra, një qytet me histori të pasur, është shtëpia e Kalas së Rozafës, një prej monumenteve më të rëndësishme të Shqipërisë. Legjenda e Rozafës është një nga më të njohurat në vend dhe vazhdon të tërheqë mijëra vizitorë çdo vit. Apollonia ndodhet pranë Fierit. Është një qytet antik me një rëndësi të madhe arkeologjike. I themeluar nga grekët në shekullin 6 para erës sonë, ky vend ofron një udhëtim të paharruar mes rënojave dhe historisë. Gjirokastra, qyteti i ngurtë, është pjesa e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kalaja madhështore, rrugicat e kallëdrëmta dhe arkitektura unike osmane ballkanike e bëjnë Gjirokastrën një perlë kulturore të jugut. Berati, i quajtur edhe qyteti i 1000 dritareve, është një tjetër qytet që bën pjesë në UNESCO. Kalaja e Beratit me kishat dhe shtëpitë e bardha të ndërtuara në shpatin e Kodrës është dëshmi e jetës së pandërprerë që nga periudhat antike deri më sot. Faleminderit që qëndruat me mua. Këto ishin disa nga thesaret natyrore, historike dhe kulturore që ofron Shqipëria. Cilën nga këto vende do të doje të vizitoje? Lëre një koment poshtë dhe mos harro të ndash këtë video me miq që duan të eksplorojnë në bukuritë shqiptare.